Përshëndetje shenja gafores, kjo është panorama javore. Java për ju nis me karton rruga ose zgjedhja. Ju jeni në një moment ku përpara jush hapen më shumë se një drejtim, por nuk bëhet fjalë për një zgjedhje të zakonshme. Kjo është një zgjedhje që prek zemrën, të kaluarën dhe të ardhmen njëkohësisht. Ka një ndjesi sikur jeni duke ecur drejt diçkaje që e ndjeni të rëndësishme, por që kërkon guxim për ta përqafuar plotësisht. Në këtë rrugë shfaqet gjykimi ose vendimi. Këtu ndodh një ndalesë e fortë. Ju duhet të vendosni të ndani të drejtën nga e padrejta, të shihni një situatë pa iluzione. Mund të jetë një moment ku diçka avulloset ose vendoset, qoftë nga ju, qoftë nga rrethanat. Është si një peshore që kërkon ekuilibër, por nuk lejon shmangje. Dhe pikërisht pas këtij momenti të rëndë vjen një hapje me kartën pasuri e papritur. Kjo është një energji që sjell lehtësim, një ndjesi që diçka më në fund po lëviz në të mirën tuaj, nuk është vetëm materiale, është një fitim që mund të jetë emocional, shpirtëror ose një mundësi që ju jep frymarrje. Është si një dritë që hyn pas një vendimi të vështirë. Kjo dritë ngrihet edhe më tej me kartën nderi lart. Kjo kartë tregon vlerësim, ngritje, një ndjesi dinjiteti. Ju mund të ndiheni më të fortë në veten tuaj ose të shiheni ndryshe nga të tjerët. Është një moment ku e kuptoni që ajo që keni kaluar nuk ka qenë kot, por ju ka formuar. Dhe në këtë pikë narrativa bëhet më e ndjeshme me kartën fëmija. Kjo kartë sjell një energji të re. Për disa mund të bëj fjalë për shtazani, për disa për një fëmijë të vogël ose për fëmijë adoleshent. Për disa të tjerë mund të flas për pastërti, për ndjeshmëri që zgjohet, mund të jetë diçka e re që lind në jetën tuaj ose një pjesë e brendshme e juaja që kërkon vëmendje. Ka butësi, por edhe një nevojë për kujdes dhe mbrojtje. Kjo lidhet drejt për drejt me kartën mendimet, sepse ju jeni duke reflektuar, ndoshta po mendoni për dikë, për një vendim, për një të ardhme që po përpiqeni ta kuptoni. Mendja juaj është aktive, por jo në mënyrë sipërfaqësore. Është zhytur në një analizë të brendshme që kërkon qartësi dhe më pas si një përfundim që mbart peshë dhe domethënie shfaqet karta e martesës ose bashkimit. Kjo nuk është vetëm një lidhje formale, është një bashkim, një angazhim, një vendim për të qëndruar, për t'u lidhur, për të krijuar diçka të qëndrueshme. Mund të jetë me një person, mund të jetë me një rrugë ose me një version të ri të vetes. Pra, energjia javore vulloset nga karta e Prism Oracle forca. Dhe kjo nuk është forcë e zhurmshme, është forca e qetë, e brendshme për të mos u thyer, për të vazhduar edhe kur ndiheni të brisht. Ju jeni duke ecur drejt një vendimi që kërkon guxim emocional. Mos e nxitoni, por as mos u fshini prej tij. Ju duhet të jeni të drejtë me veten tuaj, edhe nëse kjo do të thotë të pranoni diçka që nuk është e lehtë. Ajo që vjen pas këtij vendimi ka potencial të madh, pra mund të jetë një fillim i ri, një ndjenjë vlere ose një bashkim që ka peshë. Paçim.